Sot ka filluar procesi që në orën 8, dhe në orën 18 do të ikë procesin e zgjedhjes kryetarit të Partisë Demokratike të Ivelushi. Situata është në një harmoni midis kandidatëve. Kjo është një gjë e mirë dhe shumë pozitive, edhe pse ndonjëherë mund kishte, por mund të lindin ka pasur, por sot jemi të gjithë bashkë, unë bashkë me dy kandidatët, kemi qenë të gjithë dhe jemi gjatë gjithë kohës, sot bashkë një tavolinë i prekur të gjithë demokratët, tamam sipas asaj që profesion e Partisë Demokratike, demokracinë e temp dhe brenda vetës. Nëse ne nuk e ka përcjell do të hap brenda vetës, atëherë kjo do të ishte një dëm shumë të madh për atë që duhet ne të nxisim për qytetarët. Kështu që sot kryetari ushqar jap dorën të dy kandidatëve dhe votojnë atë që mendojnë sipas tyre më të mirë. Mendoni që u zbatua statusi i Partisë Demokratike sa i përket kandidatëve? Statuti i Partisë Demokratike për zgjedhjen e kandidatëve të Partisë Demokratike është bërë sipas propozimeve të nxjerrë nga statuti, pavarësisht në çdo garë ka gjithmonë njëri që kërkon tjetë ose disa të tjerë që pretendojnë një kandidat tyre, por Kryqëzia Partia Demokratike sjell dy emra, Julian Meshë dhe Tian Qelën, kështu që ne do të duhet të zbatojmë vendimin e Partisë Demokratike. Një background të këtyre dy kandidatëve zotë? Ju uroj më të mirën, ju uroj të jemi gjithë bashkë edhe mbas kësaj gare, uroj që t'japim dorë njëri tjetrit në fund kësaj gare, duhet të rregull prapë qytetari dhe demokraci, edhe uroj që gjithë bashkë nesër siç votojmë të sot, të jemi për atë çka për te PD-s, për te gjitha partia politike, atë që na pret nesër, për gjë më të shenjtë që ka ky qytet dhe për atë që të cilën ja ka mohuar prej vitesh, as Spitali i Lushit që në gjithë me zi presin ta kemi orën së nesër. Faleminderit. E rëndësishme është që procesi po vazhdon i qetë, se kishte shumë parandukime nga para kundërshtarët, sikur këtu PD-ja në Lushnjë ka probleme. Ne të dy si kandidat jemi bashkë, kushdo që të fitoj këtu sot do bashkëpunojmë me njëri tjetrin për vazhdimin e procesit, se ne luftën nuk e kemi brenda PD-s, po luftën e kemi me ata që kanë uzurpuar Shqipërinë. Ky është një votim që po vazhdon mjaft mirë. Ne kemi fituar të gjithë demokratët bëjnë pjesë e procesit. PD-ja nuk drejtohet me vlerën, drejtohet me miq, me shok, prandaj edhe mesazhet sot e japim me Gjetin, jemi të dy bashkë, ashtu si do vazhdojë dhe votimi jo. Ne përfitojmë nga rasti për nesër për protestën tek Spitali. Përfitojmë nga rasti për Amen. Ini